Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para mediave nga Selia Blu deklaroi se Edi Rama duhet të japë dorëheqjen, ndryshe do të ketë fatin e Nicolas Maduros. Berisha deklaroi se sot janë para jush për të denoncuar shkeljen e rënë të kushtetutës, ligjeve të vendit, rregullore së parlamentit nga Edi Rama në mbrojtje de facto të vetes në aparencë të Belinda Ballukut. Edi Rama sfidon në këtë mënyrë në një grush shteti qytetarët shqiptarë, të cilët presin me të drejtë dhe pa durim të shohin para ligjit qeveritarët hajdut që janë bërë milionerë miliardierë me taksat dhe pasurit e tyre. Edi Rama në vend të dorëheqjes së tij të menjëhershme ju bëri ditur shqiptarëve se ai është i gatshëm të përdorë 83 mandatet e krimit për të mbrojtur miliardat e vjedhura prej tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Ai u bëri qartë shqiptarëve se vjedhjet monstruoze të qindra milionerëve nga Linda, nga Baxhanaku i tij, me ndihmën e lindës Kunad dhe lindës drejtoresh e Akshit, nuk janë asgjë, janë përdorim parash dhe jo grabitje plaçkitje.